Përshëndetje miq të emisionit Ftohtë të Nxehtë, ja takohemi edhe këtë diel, por sot pak më ndryshe se çdo herë tjetër. Sepse në ditën e veçantë të 8 marsit, ditës së gruas, bashkë me ekipin e Radio Televizionit 21, kemi vendosur t'i kushtojmë një moment të veçantë grave që ndodhen në shtëpinë e pleqshve në Prishtinë. Do të shkojmë atje për t'ju dhuruar çdo gruaje një lule, si simbol mirënjohje për gjithçka që kanë dhënë për shoqërinë dhe familjet e tyre, duke kontribuar në mënyra të ndryshme gjatë jetës. Sot është momenti për t'i nderuar me një buzëqeshje dhe një lule. Një gest i thjeshtë por që flet shumë për dashurinë dhe vlerësimin që e meritojnë. Ato lule do të flasin më shumë se fjalët, duke u treguar se asnjëherë nuk janë harruar dhe duke i falënderuar për gjithçka që kanë bërë. Ne tani erdhëm edhe në shtëpinë e pleqshve në Prishtinë për t'i takuar zonjat. Do doja që njëkohësisht të gjithë grave anë mban botës t'u uroj ditën e gruas dhe kuptohet që në duar kam edhe një slogan, një thënie nga Radio Televizioni 21 që kemi vendosur në çdo lule: sfidohesh, rrëzohesh, sërish qohesh, por nuk mund të të ndalin. Dhe me këtë unë dua që ta vendos një mesazh për të gjitha zonjat në shtëpinë e pleqshve dhe njëkohësisht për të gjitha zonjat që janë në mbar botën. Tani jemi në një nga sallat e shtëpisë së pleqshve dhe mezi po pres me i taku nga afër zonjat. Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë, a u lodhët? Si je, a je mirë, a u lodhët, si po kalën? Urimet të t'ma. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Falënderit, se një lule, shkoft mbar, çdo ditë e juja, si je, a je mirë, a u lodhët? Qysh jeni jo këtu? Qysh po kaleni? Po mirë, po në vend të ujta të rrë, për therra, për mërzita. Se kuj kom largë, kam e njëqë, që pati veç me pasë, s'kam kërkan. Po që ta është i ki shoqet? Stafin mjekësor? Mirë, po. Jo, kemi hajën e mirë, fjetjen e të mirë, shumë. Kriti kremi mirë, po, mërëzëja po vja vetë. A mund s'kisha dash me t'i paljat? S'ka ljat. As më ditën e gruas nuk ka ljat. Unë jam me qitë me vërë rëfta, dhe vesh lot kam. Kështu që se zot me kajt, po besoj. Po. A ke bo shoqe këtu, me cëllën i ki raportet mas mirë? Po, tona kemi mirë. E që defës më të regove kush për më shën defit këto? Zdo mja preku, qëta e kom mas miri. E kom vjen për stene, e ma gjonë derën e vjen të one. Më kënë një bo shoqet mira? Mi bo shoqet mira. Note në janë qo, që ka përrejnë. Shumë e mirë. Qysh për ju, a për ju rinë gati, a jo? Shumë mirë, trajtimi është në nivel, stafi mjekësor, ushtimi, kur gjotë keqe nuk ka, krejt mirë. Krejt mirë. Më kalëzëni, që ka një kohën ju? Na... Ollë, lirisht, ollë, se bojna muhabetën ku marrë me nejtë, pak edhe mi u para, alisht. Na e kalojmë kohën me aktivitete, dalim, pim kafe, masi si ta me nxesin, shëqërohem, qështu, kur ku se kemi të ndalume me dalim, knaqem. Edhe unë shumë po këzona që ku marrë, veç nuk po du mi pa me lëtë. Jo, po vetë, që kjo në vetë kam dhëve. Në jam me lëtë, në jam për 90 vitë. 90 vjetë? Qa mos po do kështu, se e re po do kështu, shumë ma e re. Jo, me frajë që ta shprekë se e komunikom shumë të smunë.
Aja s'më gjëmë gutje, veç kohna për që ta drunga me një shtakë. Po për që ata do të më menu mirë, mja bo vetit mirë. I përkomi për ato dhe për shëtina. Për krejt gratë që sfidohen, rëdzohen, pa 5 gratë qohen në kom, edhe askush s'mundet me i nalë. Kjo është fuqia e grus. Që po e lo këto, si kujtim prej neve. Ka me lo në gjithë. Paqit shnet, ju rujt Zoti, edhe Në të gjithë vitin, që ka atë festa që po na vini me na respektu, me na nderu, Allah ju nderoft në ton jetën, e paqit fat, e lumëturin ton jetën. Shoqni, në punë, në jetë, në familje, në tonë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Bashk me juve, inshallah. Ashtu edhe ju, paqit fat, e shnet ton jetën. Faleminderit shumë. Të gjithë mrena një viti, të gjitha festa që apo ka, që po vini me tonat mirat. Faleminderit Kur shumë. pi qeli ato paketa, veç po përmalof na njëherë, sa e mira në to. Të rujt Zoti, edhe pas shëndet. Shumë faleminderit. Jo. Unë thash që këmë ardhë me taku edhe zonjën Gjylferie, së është e vetë me që më shëndefit. Stilo qëto. Unë ju përshëndes. Qysh jem as pari, a jem jetë, apo lodhësh, të rujtë Zoti, shumë mirë po dokësh, që një lule. Shumë faleminderit, ju falenderoj të gjithëve, gjithë stafin e juj. Unë jam Gjylferie Bityqi, jam personi verbër, 100% jam e verbër, jetoj mirë, e faleminderoj drejtoreshën me gjithë stafin e vetë që interesohet për neve për gjitha gjonat. Unë kom ardhë me 27-in 11-it 2024, një ditë para 28 nëndorit kom ardhë, 3 muj i kalova, për 4 kom hi, jam antare e re, po jam e knaqën që interesohen për neve, edhe që jam e verbër, më respektojnë shumë, nuk kam dallime që me thonë pse është e verbër, nuk e respektojna. Shu kujdes për ty para se marrë në shtëpinë e plezve? Unë jem interesu vetë, se vetë kam qenë në punë para lufte e kom pasë rrogën teme, pe luftës e tek nena nuk kom pasë rrogë, nuk kom pasë social disa vite, nuk kom pasë kur gjo teri me 2005-ën. 2005-ën e kom qelë një shoqat për personat e verbër në Ravec. I kom pas 150 antarë, kam qenë kryetare pej 2005 deri që tash me 2024. Se baba nona më kanë dek, vllaznia më kanë dek, nuk ka pas kush mu interesu për mua më këqyrë, mësë jam 100% e verbër, po duhet pak tash edhe pleqnia edhe gjitha, vetë nuk ku mujtë me jetu, u dasht pa tjetër, me bë punën me ardhë këtu në shtëpitë pleqve. Unë e dëgjova prej shoqeve tua këtu që ti më shëndefit edhe këna shumë bukur. Po tash, unë nuk muj me thonë që kënoj bukur, vetën s'kam dëshirë me livdue, po faleminderit pej shoqeve që ju kanë tregu. Defit im shoj pak që aty me kënu, kongë që shto darsmave, kanagjegjit, qëto
Me qenë se sot është dita e gruas, edhe kuptohet që gjithë gratë anë e mban botës keni sakrifiku gjithë shka nga vetja për me pas një jetë më të mirë ne sot që po jetojmë edhe vazhdoni t'jeni shtylla kryesore e çdo vendit. Ka dash që bashkët intervist, më mshu defin pak për mes të radio televizionit nistene. Shumë faleminderit, kush ka mësu një ra defit? Më kanë mësu motrat. Kush ta ka blet defin? A e ki kujtim defin? Defin e kam kujtim për këforit turk që ma kanë pru për shaqat me instrumentet muzikës. Edhe e se kom ke hup për asaj dite? Se kom hup që ka 13 vjetë. 13 vjetë? Po. Zonja Shejnaz? Përshëndetje. Si e? Ta është erdha me të pa live. Si e? A je mirë? Apo lodhësh? Urime festat 8 marsit, po ulla që të pak nuk të vetë, a e zve që ulla? Pastor, Po me shumë qef, qysh je mas par, ja je mirë? mirë. Qysh për kalën? Mirë. Qysh për është stafi me ty, krejt mirë? Krejt mirë, që 13 vjetë që ku marrë kur të di fjallë me dikon që... Që 13 vjetë je në shpinë. Po. Dhe ne kemi Ma nevoj shumë kem nevoj për vizit se për dhurata. E vërtet. E ashtë. Nga jetë kështu, zonja Shejnaz? Unë, Shenazi Saliho, jem e lindën 5-4 1943-ën, në të 50-ën jë mullë në bank të parë. 58-ën e kom kryte 2 vjeqaren, kur atëherë s'kan shkuen Në shkollë. në shkollë. Hallim ka shty me ardhë këtu Pse? për mbikëqyrje. Edhe me pas në 3-4 shpijen, si mos t'kish mbikëqyrje, nuk të vinë. A këtu kena mjekt, ambulanta non-stop, drek, dark, 3 herë në ditje ham, tashmë Ramazan është. Edhe me Ramazanin, e? Po, Shumica. po. Okej. Apo më një mi adal, apo po qohen edhe për syfër? Oj, fari. A pashka ven, vështiti shka. Jem të këshirë levrek me shku me mare, halës më kanë shuve. E që shto, po du me thonën që mire kena. Sha është ma e mirja, janë human njerës. Pa i marë parasysh stafet. Pa i marë parasysh stafet, janë human. Edhe na pritin mirë. Qka keme majtë menë si kujtimin ma të bukur, tjetës tënde? Kujtimin ma të bukur në jetë teme, s'kum pas e vladë. Hala pa u martu, e kom ditën që nuk muj me lindë, se sterilitetin të e shëru. Kam thonë mjak që s'mon me pas fëmi, e une kom këshyren gjithë ju me interesu ku muj me gjithë një fëmi të vogël, mu martu me dikon, me pas një fëmi të vogël, une me knaqë shpirtin të me e vladë. Edhe mu bo mundësia. Okay. 6 muaj e gjeta pastorkin. E rrita, e kom shkollu, e kom martu krisi lufta.
në Bosnjë 92 në krisi. A na kemi jetu në Beograd. Edhe thash mere nusën edhe qysht më i shek, shka dika se mozalla me të gjetë ty dishka, ma nuk unë vynë jetë, qa që kumë dasht ata, shumë. Edhe ai shkoj në Austri, na me të më aty. Kur e lypi Kosova kushtetutën e vetë, atëherë u prish puna, mos në kam dasht ata neve. Beogradi. Se bashkë në Beograd këmë jetu, jo, Tiraka. Edhe qështu a i dule atje, e dëshira jame, e vladi është shumë s'kum pasune, veç kum lak mu, e knaqësia jame, kër e kum gjetën, atë bebë 6 muje e kum rritën. E të na në Beograd kum jetu se burre atje ka punu. Pa atë ka thina erë djali në telefon? A i mirë u konën. Drejtën të thonë, po tash atje në Austri ishin konda, unë s'jam fajtore se s'kum jetu atje, ishin konda dhe qiken ja kum rritën 10 muj. Dhe me thonë 2 jetima edhe 4 tjerë, 6. Edhe tash e shifsha që krejt pun t'i bëjsha, krejt, ama kur s'dëdan, s'dëdan. Qa me bon? Edhe i thasha diçka bira. Jo, mos të preshni një, jeni datë, ka me të këfmi, ta rrita. Ju jetoni që shdoni, unë ja bëj qarën veti, veç ju mos të preshni. Edhe unë e vendosa. Shkova veti, regullova letrat, edhe si kum kalzu as motrav, as vlaznev, as kërkuj. Veç kur ju mardh këto, e kom thirë motrën e vogël, ajo pediatër në bakë shkullin dhe në beba, në Gilan. I kom thonë që gjindëm shpit pleqve. Qysh pa e ditë në, thash, hej s'po du havale, kërkujt mi u bo. Po du që e shpi që ashtë shqyru ndërtu. E a për këta njerës që janë që shto për mbi këqyrje, e falenderoj shtetin shumë. Shumë. Se s'ka pas për familjes tonë, se kum ditë, kum ledzu që egzistan, ama se kum ditë që s'na ka provu kush zoti që me ardhë këto. Edhe që kjo. A keni kontakt? Ndaher ma jo, i keni shput kontaktet? Jo, veç vjetë, s'ka mujtë shpijen me qitë në mënd vetë. Ma ti qënë. Se banes pa ta ble, po thësha t'ja rriti pasurijen. Edhe marum shpi. Edhe ajo i thike gruja që, po kja thëmi s'ka, burri ka dek, shapuna vynë. A nipin e kum lënë 8 vjetë. Unë ju më kujdes për ta. Edhe me regjistru në shkollë, mi qute mjeku edhe gjithë. A më shumë e buën, qashtu. I shkon fati. Vetëm një grua sakrifikon ka të shumë, kështu që shqyqyr që je shëndosh, që je mirë. Unë e lutë në Zotit që ta veç me më rujtë. Amen. Kur falë në thamë Allah, ruj ma mendje në koma ndoren, derin minut. Se me konë qësh me konë, si mos jesh mirë pi mendjes, vështirë. Kur erdam të kum pa shumë në televizor. Edhe unë ju për qëllë. Tash po du me bo një foto me ty bashk, edhe mu përshëndet, edhe me e postu pastaj. Hajde bëna një foto bashk. Po të pëlqena, këna dalë mirë. Mirë, po flokë që mu. Hajde të përqapi. Si lamperë. Ndelet shumë. Trujt Zoti, edhe shumë mirë po do kësh. Nga një lulje dhuruam për të gjitha zonjat që janë të vendosura në shtëpinë e pleqëve në Prishtinë. Njëkohësisht edhe për stafin e mrekullueshëm që bën një punë të madhe për këto zonja. Vërtet çdo buzëqeshje, çdo lët që pam në sytë e tyre dhe sigurisht çdo urat e çdo fjalë që na thanë, na emocionuan pafund. Thuhet që ato gjithë secila nga to kanë sakrifikuar diçka nga jeta për të vazhduar e për të qenë të forta.
Kështu që ne u munduam nga një lule, nga një simbol sa do të vogël, t'ju themi që ne jemi gjithmonë këtu për ju. Ndërsa tani miq të Ftohtë Nxehtë, do të vazhdojmë emisionin në studio dhe do të vazhdojmë me të ftuar të tjerë. Kam pak so bukurie, por si hana tu i ndriqu. Rall kam pak so bukurie, por si hana tu i ndriqu. Gazhetat mojt pas kanë hije, ti pëlqeva sytë e shkru. Gazhetat mojt pas kanë hije, ti pëlqeva sytë e shkru. Tani është koha me që të Ftohtë Nxehtë që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë dhe do të vazhdojmë me një bisedë, me një super bisedë realisht, sepse gjithmonë është kënaqësi kur kemi të ftuar e kur të flasim për gjëra madhore. Sidomos për ata artistë që kalojnë edhe trojet shqiptare dhe realizojnë filma edhe jashtë. Kjo ka qenë vetëm një nismë, po besoj që nuk do të ndalemi sepse artistët, talenti i popullit nga Kosova, po dëpërton edhe jashtë kufive shqiptar. Kam kënaqësinë që sot në studio do të flasim me një djalë tri, realisht po e them kështu, i cili ka vite në aktrim, e kemi parë në shumë seriale vendore, e kemi parë njëkohësisht në shfaqje dhe filma të ndryshëm, por sot do të flasim për Pos për jetën, do të flasim edhe për një film i cili është realizuar në Gjermani dhe Itali, nëse s'gaboj, dhe filmi titullohet Summer in Italy, kështu që me ne kam kënaqësinë që do t'jetë Valmir Krasniqi. Valmir, ç'u je? Mirë, falënderit. Mirë Te se na ç'u je? erdhe. Mirë se gjeta. Sa mirë që vetë ç'u je kur thon vetë. Valmir, unë janë nisa me një mini biografi të shkurt, kuptohet që do ndalemi fokusin kryesor, fillimisht do flasim për filmin, i cili është shfaqur duket premiera e parë. Po. Urime, fillimisht urime. Falënderit shumë. Që shkoj, po du m'ja nis për ati moment kur tu ka bo ftesa ose kur e ke marrë vesh që do t'jesh pjesë në një kast që s'ka të bëjme me shqiptarë. Fillimisht nuk funksionon qashtu që veç e din që je pjesë e filmit, po është çështja që pre-production të filmit, këta kanë dashur me pas pak autentike kastën e aktorëve, me pas në film roli i Mateos të cilin unë e kum lujt, është me prejardhje shqiptare, por jeton në Itali, prandaj ju ka dasht aty një aktor që ka përvoj, në film, serial, pra ka përvoj para kamere, po që fletë edhe gjermanisht rjedhshëm, do më thonë pa akcent, mos më vrejt që është i huji. Me konë shqiptar, po mos më vrejt që është shqiptar. Edhe kom bile qështje që e pytë shonë, thësha, pse kështu, thëshën, kanë gjermant një farë filozofie që gjdo, edhe nëse e bojnë një film në Istanbul, për marrë shambull, ata e bojnë në atë formë ku secili prej njerëzve që jetojnë aty fletë gjermanisht, sikur me konë sinkronizimi i filmit në atë formë. Pra, fillimisht u konë qështja që ju ka dash një aktor me provoj që din me folë gjermanisht shumë mirë, edhe po njoni prej kandidatëve kom qenë unë, edhe pastaj kom majt një 3 audicione, jëm konë edhe direkt atje në Berlin, jëm shku kom majt audicion kinoprovë, edhe po, gjithçka ka shku mirë, ju kom pëlqy, edhe më kanë thirrë. Që shkoj a kish në dallim prej audicioneve në Kosovë, në shembull ose në Shqipni me ato në Gjermani? Po, me të thonë drejtën pak ma të shlirshëm, atje, edhe një jo kështë shumë formal, po unë i ku majtë 3 audicione, njoni për ty në u konë audicion enkas për vallëzim. Me kështu që është vallëzoj, a jam vallëtar i mirë apo jo, edhe mu do kë pak interesant me majtë një audicion enkas për vallëzim.
Edhe po e kum bo, edhe Çka ke vallëzu? një farë mikse e kum bo mes kësaj, hej, Makarena, edhe pak e kum shti edhe Shqipen. A shtine pak Po, shotën? shotën pa tjetër, ne na shqiptar që duhet me lut me ato që kemi. Okej. Po ndonjë të ka ajo pjesa kur vetëm u vendos që do t'jesh pjesë e filmit, realisht, sigurisht ka qenë një garë mes edhe artistëve të tjerë. E vërtet, po. Qysh e prit e lajmë në atë aspektin që u zgjedhe me një farë forme, sepse kuptohet që në këto garat e ngushta, ka njerë e ki një farë shpresë, ka njerë të hupin shpresë atë sekundë. E vërtet. Ju më gëzu shumë, po të kalzej drejtën, sepse edhe filmi jam i partë komplet në gjuhën gjermane, unë kom punu edhe ma heret me produksionë ndërkombëtare, me produksionë gjermane, zvicrane, franceze, por hera a parë që kom lujtë që tamon gjermanisht. Edhe u gëzova se thash është ndoshta një piknisje për diçka tjetër, hala shumë atë madhe dhe po, do me Se e thonë... këmësu gjermanisht, thash po më interesant Pa, kjo tash pjesë. gjermanisht jatë vi, jo, po bëja i garën, kom lind Gjermani. Okej. Jam lind atje, kom jetu 9 vjet atje, edhe pastaj na kthy në Kosovë. Gjuhën e kom rujt, se 20 vjet që më konë mo atje, po e kom rujt sepse vllaznia flasin krejt gjermanishten, tasha shumica ata janë atje, familjarët e mi, kam që se, do me thonë, ilake, djem dajes në Gjermani, djem të halës e qështu. Kështu që kur veni fal një këtë Gjermani. Po, pa tjetër. Okej, po të kalojmë pak tek skenari i filmit, po flasim kryesisht për rolin tënd. Sa e pa të vështirë mu ambientu me rolin, kena i rol, qëfar roli ke pas pak në pika të shkurtra? Qëre, filmi, Po themën Mateo, po quhet roli jam, filmi është i këndshëm, është një romancë e amel, e letë, për zemrën ashtu të pak, adin jo naj dramë, komedi të shka, po është një film i lezetshëm me u pa, se me thonë, edhe formati është i tillë zonë tak abë në film, në CTF, edhe është, o konë kejtë esenca me konë pak, i kaj shumë pak për publik, me konë i mirë, me konë, s'po dish me thonë, simpatik, thjesht, me konë simpatik, ta shkuptohet, roli ka pas ato vështirësitë e veta, sepse sidomos në fillim kur e lexova, mu do kë kogja si shmekeri i asi Baywatch shpëtimtar, po. Dhe u do, kanë qatë forë. Okej, faleminderit. Amo ka pas thellësi hala ma shumë. A ideal është ideali vetmun, që jeton vetë në Itali, nuk e ka kërkon, ka mall për familjen e vetë, edhe fillimisht shfaqet si një gjigolo pak, po pastaj e kuptojnë që është shumë ma shumë se sa aq. Sa u përputh jeta private me jetën, me rolin? Në këto pika gjigolo, këto... Tash qëre, jem konë një farë shmekerin, është da me thonë për para, se jem konë pa martu. Po jo, po unë kom qef me ushtru vetë fitness pak. Jam tip aktiv, jam tip që jam pak ekstrovert në disa raste, më i me thonë, edhe e du aktivitetin, e du punën, e du gjallnin, e du vallëzimin. Pra ndaj, po, ka pas ndërlidhshmëri edhe me personalitetin tem, sepse aty jam kogja një farvaltar i mirë, në jetë vërtet jam notar i mirë. Realisht e pas këtë gjithë vetën Po, shumë. kogja shumë. Cila ka qenë ai sfid gjatë gjerimeve pak? Që e ke pas në farë sfide pak? Po, ka një sfid shumë e madhe, në faktikisht. Okej. Shumë e madhe, po nuk kum bo zo, sepse kum dash për një me sfidu edhe Valmirin vetë. Okej. Po, kogja jum tut, kështu të më thonë drejtën, sepse unë notari mirë jam, por kam kogja frikë për ujnave të thella në deti, për shamu. Tutna prej gjallesave ma shkurt, jo prej thellësis, po prej gjallesave, a mundet me pas nëj peshkaqan, a mundet me pas nëj meduza, a mundet me pas nëj spodini, nëj pesh, vish një pesh më prejk, diçka të koma. Po du me thonë që ja u kom pak si tut edhe është ironike, sepse në film, kjo protagonistja, aktoria, ka frikë prej ujit thellë, din me notu shumë mirë, po ka frikë me notu në ujtë thellë. Edhe tash detyra jame si notar në film, ish me ja heq atë fobi protagonistës. Tash qysh me ja heq una asaj fobin, kër unë vetë një jetë vërtet e kisha fobi me notu në ujnë atë thella,
Edhe vish kum thonë vetë me vete, a diçka, shuj mos bonzo, mirë ballë, ki me hek edhe ti këtë fobi edhe po besoj që ja kum dalë. Përbes, jom befasu edhe me veten sa pozitivisht më kanë ndiku krejt kjo eksperiencë në Itali. Është pak që kur dhezët kamera dhe atë fobinu sa ato që e ki e menagjën shkaku i kamerës, që ka njerë i shkon mirë, më nalonë edhe njëtë për disë me kamerën dhe tonë. Është të vërtet. Si këshim kry dë punë me ma sukses. Okej, filmi është gjiru në Itali. Itali, po. Qysh kjo procedura, stafi, ekipi, gjithë shka? Jemi konë, me thonë kështu, gjysa e ekipës u konë italiane, gjysa u konë gjermane. Veç unë jem konë shqiptar, kuptohet, po që u loga... Respekteshin kështu pak? Jo, s'muj me thonë që... Adë muj me thonë barazi. Gjithë ishim fokusun me punë tona, ishim të barabart me gjithë aktorët të tjerë. Realisht, asë nuk kisha dasht ma shumë më respektu diçka, ose më diskriminu diçka, po thjesht me qenë të barabart krejt që është qushnina dhe këto, dhe faktikisht kështu u konë, trajtimi u konë jashtë zakonshëm, po për një me adem produksioni u konë fantastik, jenë konë njerës shumë profesional, njerës shumë të mirë, njerës shumë caretaking, shumë të kujdesshëm ndaj neve, sidomos aktorëve, do më thonë që jemi konë pak të lastun ashtu me çdo sen. Pa keq me bo këtë pyetje, po një krasim? Në Kosovë dhe atje? Shambull, nështë një diçka që do të gjithë qysh edhe të ne me ndru. Qëre, një eksperiencë. Tash, jo këta që e kumë bo në këtë film, po kur kumë punu, para këti filmit kumë punu me një produksion që shtot që u konë kryesisht ekipa e huj, edhe me njëherë pas që ati filmi kumë pas me gjiru një film tjetër, kumë konë rol kryesor, me komplet ekipën kosovare. Edhe tash, tu e gjiru filmin e parë, do me thonë me produksionin e huj, trajtimi jashtë zakonshëm, i mirë, të kujdesshëm, do me thonë nuk leshim me hek keq kur gjo, ashtu, ka njëherë vishin edhe me ombrell, kështot me na rujt prej dilit e prej shiut, e vish thesha, lebe, se s'ka nevoj. Tash, menimi jam, thesha, menimi jam, thesha, ku tash, kur dal për këti produksionit, shkoj tash në këtë ekipën e Kosovës, krejt, që ka me hek, vish, jo më befasu i jashtë zakonisht shumë, sepse për një me, nashta ma herët se akum vënu menën, po edhe në këtë filmin tjetër, konë gjithë shka perfekt. Edhe thjesht atëherë e kum kuptu që jemi të njëjtë, gati, nuk është në sen ku me ditë shka, të na mungojnë kushtet, ma shumë. Ma shumë mungojnë kushtet, se sa që mungon profesionaliteti, profesionizmi jonë. Kam kolegë shumë profesionista, në se cilin fush, qoftë kostumografi, skenografi, aktor, regjisor, AD department, krejt janë shumë të mirë edhe në Kosovë. Do me thonë, dalimi nuk është shumë i madhë, vetë se kuptohet, bugjeti është tjetër të ndryshë, ki luksin mu me më vetë, qka ki qefti qdo me nxes me të prunë ty, të dhoma, me hongër, ki, normal që mund është me mikëshyrë preferencat e mija, kur ki bugjet 5 milion, 6 milion, 7 milion minimumi në film, apo kuptan? E kur e ki bugjetin, hajde beve që ta bujna një film mirë, normal që së mund është me avnu menën. Na i bjen pak me folë populorët që me harnu pak gjithë shka për me arrit me nëzirë një projekt mirë. Unë se kom dertë hiq, për besë. Për mu është shumë me rëndësi me dollë projekti i mirë, se sa a kom hongër unë në i sen luks unë gjatë filmit, apo a kom pas dhomën teme me banjo veç e kësesane, jo. Kryesore për mu primar është filmi me dollë kualitativ. Qka ka me të men gjatë kësa eksperience, sa ditë ka gjatë komplet? Një mujdet. Një muj, gjatë një mujdite. Qëfar do të mbetet si kujtime ma i bukur që keme rujt prej Summer in Italy? La dolce far niente, bukuria të mos bërit asgjë, në disa raste. Në rëmeng, qëto. Apo kuptan, do me thonë, i kum pas një 15-16 ditë që i kum shfridzu për me shëtit, edhe veç e kum shiju bukurin e Italis, e kum shiju ushqimin, njerëst,
në Itali, në pjesën jugore që kanë qenë fantastik, zemër mirë, të pritë në mënyrë briljant, edhe kur e dishin që je aktor, mas në edhe një dozë pak ma tepër, ama o konë shumë mirë. Do me thonë, o konë bukuria, edhe, muj me thonë edhe shoqëria me aktorë tjerë Gjerman, do me thonë, ndamja e eksperiencave tona që i kena pas, edhe pak e shet që nuk jemi shumë ndryshëm. Kryesisht është veç dallimit e parja jetë e buxheti i filmit, se jo që në isan tjetër. Po, ne për shembull në Kosovë, ku kena mundësi me pa filmin? Po e marrë si shembull. A do të shfaqet dikun? Pa i në Kosovë jo, me përkthim jo, me gjithë se jam të bisedu me producentën për me mujtë me abo dhe një verzion me titra shqip, sepse shumë ka pas interesim, kanë shkru jashtëzakonisht shumë njerëz, po fillimisht njerë është në mediatekin e CTF-it, ku mundet me hi me pa se cili. CTF-i për ndryshe për ata që nuk e dinë është, se me thonë, është televizioni shtetënor i Gjermanisë, edhe po mundësin e kanë aty me hi me pa, kush e din Gjermanisht e shumë mirë, kush nuk e din i rengati me Google Translate. Me që është si fotografi, s'ka naj problem. Shpresojmë që ka me pas edhe me përkëtim. Urojmë një gjatë tillë që me sjellë në shtatën kinemat brenda Kosovës edhe me pa nga afër, sepse është një sukses që duhet t'i gëzohemi gjithë. Po çka pret nga ky film në raport me tregun ndërkombëtar? Pres që ky film mi hap dyert edhe për filma tjerë që mujnë mu realizu në Evropë, sepse audienca ka qenë shumë e madhe, do me thonë veç në transmitim, veç është ditë që halo pa u shfaq filmi që minimumi 4 milion veta kanë me e pa me njëherë, edhe po shpresoj që ka me pas ndikim edhe, do me thonë, të industria atjeshit që është jam ftyre re, ndoshta dikush thot, hej, ku ka aktori mirë me bashkëpunu edhe me nëjë projekt tjetër, pëse? Çka thu me të sfidu ti, çka këto momente? Zitë të më kujtu. Me më sfidu? Me Okej, pas në harroj. Mos e tash janë isu në s'dimu në faqe. Okej, faleminderit që të me qenë se e përmendëm akarenën nuk mënët me na i ky vallëzim i famshëm, po ne pas na harru, domethënë kështu është një. Po. Okej, so ne bona kështu direkt. Okej. Do të doja që sonte flokët e tua të shtrihen bija së kunci. Do të doja që sonte ta shijosh romantikën në dritën e qiririt e. Do të doja që sonte ta shijosh romantikën në dritën e qiririt e. Do të doja që sonte të kem pranë vetës, do të doja sonte t'jem me ty. Do të doja që kjo natë me fund të na takoj vetëm mua dhe ty. Do të doja që kjo natë me fund të na takoj vetëm mua dhe ty. Dhe do të doja se qka s'do doja të bëj sonte me ty, që në rrugën e gjatë të aventurave tua të jem i pari njeri, që në rrugën e gjatë të aventurave tua të jem i pari njeri. Si erdi fundi dhe mëngjesi fillon t'agoj, më buthe një herë në faqe më the këtë natë kur zot harroj. Më buthe një herë në faqe më the këtë natë kur zot harroj. Më bje mirë që ma besove këtë gjë kaq me rëndësi, që nga sote me mua e dashura ime ti hyra në botë lë dashuri. Që nga sote me mua e dashura ime ti hyra në botë për lë dashuri.
Do të doja se qka zdo doja të bëj sonte me ty, që në rrugën e gjatë të aventurave tua të jem i pari njeri, që në rrugën e gjatë të aventurave tua të jem i pari njeri. Dhe u rikëthyem pas këngës që dëgjuam nga Melisa, dhe u rikëthyem për me bo tash edhe ma nëzet, se që ishte në fillim të bisedës, kështu që Valmir po besoj që jetu kalu mirë, po du me të këthy para disa kohëve kështu si fmi kur ke qenë, me qenë se plus në zbulove që 9 vite ke tu edhe në Gjermani. Gjermani, po. Qëfar fmije ke qenë kështu? Kjo pyetje ishtë dash një bon honës temë. Kërësisht fjallë mira dhije, kështë thonë. Jo, jem kon me sa e maj men vetën, se tash të thonë në e pas që se kam qenë një fëmi shumë... Jo, jem kon një fëmi shumë energjik, një fëmi shumë problematik, por, muj me thonë kështë problematik i drejtësis, muj me thonë. Gjithmonë jom hi dikun kur e kum pa që po i bod na i pa drejtësi dikujna, s'kom pritu mu kap mu rej me njerëz, kështu të mu... Si fëmi i vogël, për mi dalë zot dikujt që nashta qoftë edhe po bullizohet, ose qoftë se di... Dhe me të ngusna e kush sigur të ka qenë kështu? Po, pa tjetër. Po, do me thonë, gojen e madhe po, kum folë shumë, jem koni halit, po... Gjithmonë më kanë thonë që i kum pas shërët e mira, kështu t'jona i shërë me bo ku me ditë qka me thy sana me këse, po veç kom ladru pak, jom ka një gjallë ma shkurt, sportin e kum dash qëmë. Kur ka fillua e dëshira për aktere, me ke pas qysh për e fëmi, se zakonisht ta fëmijët e gjallë që jemi në përgjithësi, dihet që kanë më fokusu me do mos ka arti në përgjithësi. Kur se ku menu? Kur nuk e ku menu, me thonë unë po du mu bo aktor. Amo, kam edhe gjirime kështë kur jëm konë si fëmi, kur më ka gjiru baba për shambull, kena pas jëm konë në me djallin e halës, tu bo kësi karate, kësi sana, edhe e kum vrejt vetën që gjithë mund, para se me bona i stil, kështë shanë kamerë, apo më shojnë ajo. Apo më shaj baba, a jetu e gjiru që të sanë, adin gjithë mund e kum pas një farë tendencë me koni vedishëm për kamerën, edhe mu kanë lidhë sanët, se me thonë, fillimisht kum pas qef me mësu qiftelin mira, tani prej qiftelis kum kalu në valë popullore, tani prej valës popullore kum kalu në valëzim modern, hip-hop, tani kum kalu në muzik, hip-hop, kum pas qef me bo, tani kum pas i shkall, e në fund, prej një rastësie që më ka thonë regjisori indjerë tashme, po që jam falenderus për ton jetën Bekim Lumi, më ka pa dhe më ka thonë që ti e aktor njëri, ti e natyrën e kitë aktorit, je i lindun për atë punë dhe bëno aktore dhe unë sot jam shumë falenderus, sepse falë Bekës, unë i kom sot shumicën e sanave të cilat unë i du shumë. Para se me vazhdu të aktorimi, po du mu nalë të që pjesa e kongës, që ke knu? Nuk kom knu, nuk jam këngëtar i mirë, po jo kom repovat për para. Me lis mikrofonin të lutna, me lis mikrofonin. Me lis të lutna mikrofonin. Granit. Pse fole, pse fola. Edhe është kjo pjesë avel se kom edhe një pjesë preferume, si të mos amiga të qenë shumë. Një, dy. Qa dush, ndesh kënan, ndesh repovat, ndesh vetë folje, unë nuk i kësha ditë kur që kënan. Nuk kënoj, unë vetëm pret. Ta shë hongra. Po të kthej realisht, në më dhomë para rrugës akterimet, po të kthej vite ma parë. S'po di, diçka... Qa të kujto, qa da? Ha, sa të ka, ku të argjot lupi hala, nëse s'ka e nisi me sha, ma bëjmë për buk, s'ka nevoj mu për la, pa kur t'jom unë nuk me në me kry, pa me bark, pra më ra me hu peshen, se pa ma teshin, shkoj me marrë mëngjesin, në mu shi krejt kesën, aty ka burek, pizze gjevrek, krejt me nëjmë për, e vali për pop kek. Kja. Fandel. Nuk është teksti jam i për ndryshë, po i Lumi B, veç kështë të shara të Lumi B. Më se kena lajtë qiftelina i kun? I shala jo, se tani duna mi ka dzukej talentet e mija. Oke, për ndryshë rap shumë okej.
Faleminderit. Okej, qa që mjafton, sepse jam aktor, të shakon reper, nashta i shkon pak, se shkon mjaftu shumë. Masiklet. Sa është vështirë për shembull me qenë aktor në Kosovë? Pyetje shumë e ven, shumë pyetje e mirë. Është kogja vështirë me qenë aktor në Kosovë, sepse ka njëherë nuk në varet bile a je aktor i mirë, as je aktor i mirë. Ka njëherë varet edhe shumë a ki fat apo s'ki. Sepse shumë role përzgjidhen në bast edhe të fizikusit, edhe në bast asaj se çka kërkohet specifikisht për qatë film apo shfaqje, edhe ka shumë aktor në Kosovë, po tregu është shumë i vogël, edhe mandej mos të flasim që ka njëherë është edhe ashtu që sidomos kur nuk je fort njëri që del, që shoqënohesh kështut me njerëz edhe privatisht, tani normal që ki edhe pak ma vështirë mu kyç edhe profesionalisht, sepse jemi veni i vogël, secili e një secilin edhe s'po di, duhesh me kon kogja i mirë si aktor që mos me e shfrytzu edhe pak privatsin kështut që me më pas sukses në Kosovë si aktor. Mundet që një aktor me jetu me të ardhurat për aktrimit? Se unë alja të kjo pjesa direkt. Po, unë për veti jam vetëm aktor, unë nuk bëj ndaj punë tjetër, që 8 vjet, po thuaj se nuk bëj asnjë punë tjetër, edhe kum rrim, jetoj mirë, nuk muj me thonë që kam shumë pare, po kum rrim me bleni banes teme personali, një kert mirë, me jetu mirë, për familjen teme me siguru, për 2 fëmijët e mi, për grunë, gjësaja punon edhe vetë. Po më rrim, se edhe arta është, edhe ajo është aktore, edhe ajo jeton vetëm prej aktrimit, edhe kemi më rrim me kriju një jetes të këndshme. Nuk është që kemi bo shumë para, apo diçka që me thone, e qërës e këto, e qëpon kejtë, bon shumë lek. Po du pak me undalë edhe pak tek aktrimi, tek profesioni. E përmende Hollywoodin edhe Bollywoodin në këtë rast, gjatë pak më herët. Nëse tu kish bo ftesa, cila e kështë zgjedh ma përpara, Hollywoodin a Bollywoodin? Këfto, Bollywoodin, sepse po për e kore, Hollywood. Ta nova kështu me një film. Para menoj, po jo, kësha bërë ato, ja kësha dalë, besoj edhe aty, po, jo, Hollywood, ma mirë. Jam aktor që e preferoj unë për veti, ma shumë dramën, kështu që... Ajo po kuptohet që Hollywoodi, kur të është në ftes për Hollywoodi, kuptohet që gjithë shka tjetër mbetet pak pending. Po, a kështë pranu për shumë në film të Bollywoodit? Bollywoodian? Po, more pse. Për shumë të vranë që tash mas 2 ora nësë bjen tokë. Ja, aja të qka tjetër, aja nuk kom Bollywood. Jo se qëre se unë e kom pa dhe filmat Bollywoodit për para, shumë para se mu bo aktor, edhe ajo është industri shumë e madhe, edhe është industri që sjell të ardhuna edhe ma shumë se sa Hollywoodi. Do me thonë, edhe nëse flasim për filma Bollywoodian të mirë të cilët bon, jo për asi që bjen për shkallëve dhe i ka 2 ora e me ardhë prej punës atje dhe me kap, ajo diçka tjetër, ajo është një kategori tjetër, po nëse flasim për tamon, do me thonë elitën e aty në njerëzve, valla ata janë shumë para neve, edhe kanë një kulturë. Po shojmë. Kingu i atyne. Po e vërtet. Kjo është multimilioner për ndryshe. Realisht të ardhurat në Bollywood janë marramence. Po dalje për Bollywoodit, po këthejemi të Hollywoodi Kosovës. Sa është e vështirë për ty, me qenë se kur e merë një rol, pavarësisht qëfar do roli që të bije ndorë, kuptohet që duesh me dalë prej vetës e me ime një personazh krejtëri. Edhe shpesh herë, ndoshta duesh me i fellit, me ullumtu në qatë personazh që me dalë sa ma original, dhe mësë me kon një aktrim të regus. Sa ki vështërsi me hime një rol, me dalë prej rolit, apo thjesht ndoshta të vynë pa kopër me reflektu me vetën tonë dhe për me dalë, po flasë ndoshta tek dramat, pavarësisht në shfaqje apo film? Po, dalon shumë mas pari formati edhe zhandri, në cilin luj, dhe dalon përgjithësia rolit. Faktikisht, unë se cilin rol qofte edhe i vogël, unë e kapi me angazhimin më të madhin, por kuptohet që kur je rol kryesor dhe do me thonë roli si rol është ma i thellë, ka traum, ka dram ma të madhe në vete, atëherë duesh me hi me hullumtu, duesh me hi me përjetu, në kum pas raste kur e kum pas një rol kryesor
në teatr kombëtar që kemi bën një shfaqje për kohën e luftës, për kohën e Bllacës që u kanë ai eksodi që kanë ik kanë ik gjinja për shkak të luftës edhe që veç kur po mendoj për to që tash pak po ma ul çat energjinë sepse për një u konë një sen shumë këgja ka ngrejt e poshtë sot për ka ona disponimit, për ka ona e energjisë, sepse ti thjesht unë jëm shku atje, jëm shku në Bllacë, kom nejt në Bllacë, kom pas qef me përjetu se qka është na të ftoft me nejt, ashtu me koni ngujun aty edhe kom bo vetë, jëm shku kom nejt atje, 2 ditë kom nejt, edhe veqe e kuptojsha që o Zot që kanë hek, edhe tash në bast asaj kuptohet që jam ka nimu shumë, që me marë mas pari shumë, me trajtu rolin shumë seriozisht edhe më marrë dhe marrë me kesh në gjatë me kesh në ajsan palidhje gjatë shfaqjes, gjatë procesit ose diçka, edhe thjesht ti e shet që edhe publiku e shet që ti e ki marrë për zemër atë sen, edhe unë menoj që ashtu duhet me konë, realisht se ndryshës mënësh me... I vetëmi rast ku nuk mënësh me gënyu është në këto rastet kër e keni publik për para, sepse energjin tonë dhe e merë me vete gjithmonë. Kështu që kjo do t'jetë një ndështë ato rolet që është dasht me hi dhe me hollumtu, edhe ndështë me përjetu. Kuptohet që kom ledzu, po edhe më ka ndodh me përjetu edhe vetë pas shfaqjeve të tilla ose roleve që hinë shumë fellë, të vynë ndoshta edhe ndihma e një miku ose një psikologu që me dalë me u shkape këtë roli. Shumë e vërtet. Sidomos në shfaqjen e Bryma vdekjes që e përmena për Bllacën, këgja mu ka dashni kom me u rikthy, sepse edhe personazhi u koni i ngarkum psikikisht edhe që kalon në tjetër gjendje, kalon, ti thonë kështu popullor që lun ka dale, edhe mu dashkëm ja gjetë një arsye pse po lun a ideal. Edhe pastaj me të vërtet kur u kry se di që tash unë po emocionona veç kur po e menoj atë periudhë këgja e vështirë, këgja. Po të nxerën për emocione. Del për emocione dhe o kry. Edhe Ariani bashkë me këtë stafin atje nuk mungan e muzika melankolike mrapa që ta mën me nashti deep me na muhabetit, po e po dalje Marian. Kësa jere po dojna pak me pas ma alegri. Kemi pa dhe edhe në serialet të ndryshme komike, edhe në filmat të ndryshme në Kosovë. Po ku e gjenë, ose s'po them ku e gjenë, po që të pëlqenë ma shumë, kamera apo teatri? Dhe që mësë më thuj mi dasi mi vra? Jo, nuk thom mi dasi mi vra, kryesisht më pëlqenë filmi, për shkak se të dyja të më pëlqenë, po pse e pëlqej ma shumë filmin është sepse filmi është testament, është do me thonë met për gjithmonë, atë, është edhe pas 200 vjetë dhe njeri mundet me hi edhe me pa punën tonë se qa ke bo. Shfaqja ti mund është mi dhonë zërë që unë e fola për Bllacën, fola për shfaqjen Bryma vdekjes, por Qaty, u krya e shfaqje, nuk ipet ma, edhe filmi mund është me hi me këshyrë kur dush. Kjo është për mu përparësia kryesore që është. Kuptohet që me do mos jeta të sfidën dojerë, ndoshta edhe me atë mendimin me u dërzu edhe me hek dorë për një profesionit që e dënë ose një punë që e bënë. Ke pas këtë lloj mendimi? Kom pas njëherë, veç njëherë. Veç njëherë edhe po vjen me kesh pak në studime, ku jëm konë, po edhe atë profesori jam i dashtë në Astrid Kabashi që ja kom pas profesor tamon të klasës që më ka mentoru 4 vjetë. Ma ka dhoni mësim shumë të mirë në formën e vetë, edhe pe kalzoj kështë në pikat shkurta, e ka gjetë një formë shumë interesante. Se cili profesor e ka atë formën e vetë pak, se qysh merret me studenta, po tash unë e shisha që profesorat po janë pak, dikush pak ma i rep, dikush pak ma i but, edhe shisha ka njerë disa studenta u lajka i ta ishën pak, u mershin me të mirë për profesorave dhe dikur unë e punesha, po në vitin e tretë, Molière nuk se di, nuk murina me bo, as si sha i knaqën as me vetën, as me punën, as me kur gjohiq, edhe dikur, thash profesori tem, prof, thash a bën me folë me ty, thash sepse kam një qëtët, tha, okej, dilni këtë jashtë për klasë, thash prof, se di, s'po muj me bo Molière, nuk për di, s'po nina që jam i talentun, s'po di nashta me elonë këtë punë, edhe profesori jam, vish ma ka bo, edhe qa me të bo?
qa tash për që të punë dhe më kina alti mu këtu me fola, qa me ba, me thonë tash jo të lut në re këtu, po hajtë bon qa dush pash zotën, të lumë për klasë, më së më banë nërvaz. Edhe kur dola, të dal, jam ledha i natin shumë, po pak para se me dal ma boni, o val, veç po të kalëzaj diçka, kërkujt nuk je interesant për ty, kërkujt nuk je interesant për ty. Edhe më ka këshyrë dhe veç ma ka bo me sy njerë që këshe, vazhdo tutje dhe e këm kuptu që kej që ka dash më thonë, ma ka thonë me mënyrë ma të sinqertën edhe unë atë këshill që ma ka thonë, e maj me veti gjithkohën, do me thonë që do të me pas vetë besim veti, do me thonë do të me pas besim veti, do të me pas besim talentin tonë. Gjithë shka është kalu se ty beti mund është me vendosë, jo të dërzona, jo se kështu të kërkujt nuk e interesant për atë puna, dërzosh, të jasë dërzosh, kërkush nuk vjen me tonë mabe, po është zotën se kena nevoj për ty, kërkush nuk vjen për atë pune, e qëmaj shumë asë të ka bashin që gjithmonë u konë shumë i drejt për drejt edhe i sinqert, edhe unë menoj që qaj është forma ma mira për me motivu dikon, për me qu për poa nëse për një meja do në të mirën më konë qërë djallë, qështut është puna, ti graj që shdush. Zgjë dhe nërë është kjo. Qashtu. E përshëndes për ndryshë shumë astritë. Shuma e mirë financiarisht. Po. A kështë bodën a i film erotik, për shambull? Jo, absolutisht jo. Jo, kur njetë. Pse? Kur njetë, sepse... Ose me skena të nxeta? Me skena unë jam aktor, tash nëse skena e nxet, ta quajmë, arsyetohet, bëm vaki që edhe bohët, sepse edhe në këtë filmu në kumë pas skenë, puthjeje, skenë, edhin, po e se di unë menoj që në film gjithë shka duhet me u arsyetu mirë, nëse arsyetohet mirë, vjene natyrshme, nuk vjen se diçka që ti thu, qa kjo, po skenë, film erotik, kur njetë, jo, As për Hollywood? As për Hollywood, po film erotik, nuk është film hollywoodian, apo kupton? Film erotik është film erotik. Po nëse ka film hollywoodian, veç pak, jo, nëse ka film hollywoodian që ka skena të nxehta, ajo diçka tjetër sepse skenat të nxehta dhe ata nuk i bojnë veç për qef me kallëzu lëkur, po veç i arsyetojnë sepse është e nevojshme. Po mënoj unë jam aktor edhe qatë punë e kam. Tajmë përkajum të ajo pjesat të qërshia mbitor, të familje, edhe i përmendëm fillimisht të skena, po du me ta boni një pyetje, me qenë se edhe bashkërti janë këtë rast është aktorë dhe të njëjtit profesion. Po, për shambull, të kjo edhe filmi i fundit të puthja, kështu, ka nëjë moment, për shambull, gjelozie, tensioni, ose diçka, janë ato bukra ato momentet. Pa e, qëve tash, na kena insidera mes vete, sa na kuptohet që ka ngucje këse sa na vedin pak që qërë te e bone puthin, e sa na, po Arta është vetë aktore, Arta e din shumë mirë që aty aja është, për neve është e njejtë si me puthën faqë, si me puthën buzë, unë e menoj që është ndjenja ma fort, nëse për marrë shambull jashtë filmit, ti për puth dikon faqe, për puth me shpirte, me ndjenjë është të njëjta si me puth në buzë. Për mu, për menimin të ma shumë është të ndjenja se sa të veprimi. Edhe të puthja në buzë, ato janë sane teknike, ato janë sane që bile me i pa dikush, dikush i jashtëm që sështë aktor që shrealizohen ato skena, thot, po kja s'ko ka ku gjësë sepse është diçka që ti e bënë edhe katë, edhe ti, okej, s'ka, asë një lojnë ndjenën ato sa njëre në kimra pa kamera, që që nuk ka aty naj ndjenë. Po kur ndodhi puthja e parë me si e të Artës? Puthja e parë ka ndodhë që atëherë na jemi njoftu me Artën në vitë partë fakultetit, në fakultet jemi njoftu, jemi kanë me një klasë, edhe kemi punu shumë bashkë, edhe tani në kuptohet. Nejse, puthja jone po nuk ka ndodhë gjatë punës, po jemi pëlqy, jemi njoftu, kemi kalu shumë kohë bashkë si shok, jemi kuptu jashtë zakonisht shumë edhe tani normal që ndodhë edhe puthja parës, për di. Se marrë men kështu me... Jo, vendin e marrë men, që se marrë men dashnia jetës, e marrë men pa tjetër që po... Me qenë se të dytë jenë në profesionin e një cilini, pak ma kokfort. Në profesion kokfort, apo? Jo. Se në profesion, po besoj që jeni dytë. Qëre? Zdi pse menoj që ti pak ma shumë çdo aspekt. Se di. Arta është
se di arta mas pare, arta është shumë karakter, shumë është e veçantë. Si njeri, kështu për një me është se e përmenim kanë erdhe në rrethin shoqënuar sa në thëna shumë artë, shumë artë, se shumë vetvetja. Tash, se di, ka njëherë arta din me konë shumë kokfort, din shumë mos me hek dorë, edhe mos me pavarësisht që unë ja spjegoj, thomo jo bese qëre se që këtë shtut arta dhe to e lejeve ti se unë e di. Okej, por tash është e pa drejt me e thonë këtë sen pa përmen faktin që është edhe shumë e butë. Që është nashta kokfort në raste caktume, po tani në raste tjera është shumë e butë edhe shumë o mjep, po është këgja balancune. Okej. Po, cilini ma përkras ose ma motivus në karjerën e njëni tjetër? Dhe më në cili e pak ma shumë zërë për bënë emocional, dhe më tonë ma... Se di, po menoj që unë e pak ma shumë. Jam pak ma shumë inkurajus në aspektin që i thom edhe artës, hajde, kështu, ashtu, edhe jam pak ma inkurajus, po besoj edhe unë edhe për veti edhe për ato, sepse unë kam qef, kuptot, qëre, që kjo është një farloj peshore, një farloj një njeri që mundohet mi balancu të dy punët edhe profesionin edhe familjen, po menoj që duhet njeri me dit me bo balancin mes të dyave. Munona me ja rikujtu vetës gjithmonë, por unë prapë menoj që edhe karriera është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë që duhet me japë zërë, pa japë zërë nuk mund është me bo kur gjo. Kërkush nuk vjen ty me thonë, ej, se ti po mduesh, ti je, hajde të marrë të qojtë bëjtë sukses shumë, po duesh me japë zërë vetë. Edhe prandaj arta është këgja njeri familjar, është edhe aktore e jashtë zakonshme, e tani ka njëherë unë dhe thëmë, e adë beso aktore mirë bre je, bre adin, jepi halo pak ma shumë, sepse qatë shumë kimra në vetës tonë. Puthjen e parë se nga të regove ku u bo, po dasme? U bo në Moren, puthja parë në Moren. Veni ku ketë aktor të ka nejtë edhe rrimë duke. Veni artistave u konë aty dhe po, që që mos të alosin. Dasma, Martesa? Martesa, o konë kohë në pandemis, na e kemi bo një farë martese, 2 martesa të vogla, dhe të sa që i shtët, martesa televizive e kemi bo në RTK të Fatmir Spahiu, e kemi pas një farë martese shumë të lezetshme, përshëndes bufin shumë, na ka bo po rituali, një farë surprizën na kanë bo, e vlerësoj shumë, por tani e kemi pas edhe një darsëm të vogl në kohë në pandemis që nuk kemi gudzu me bo diçka ma të madhe, na dojshim me u martu sa ma shpejt, sepse dojshim me njës familje, edhe nuk e dishim kur po përfundon Covid-i, nuk e dishim qka po ndodhë në atë kohë, edhe dorën zamër kemi thona diçka artë, na po duhem që kjo është më rëndësi, me kriju familjen, me kohë, qaj është më rëndësi, edhe për këtë punë për bojna një mini darsëm, me familjar tonë, me rrethin e ngusht, edhe po e kemi bo një darsëm do këtë 40 veta imi konkret, jemi knaq, po konë këgja private ashtot, asë nuk kemi postu shumë, asë nuk kemi bo shumë, sepse se di une, nashta është pak kunder profesionit kësam, po une këgja shumë lumëturin kom qef me majtë, për një me sinqert edhe për veti, sepse është diçka shumë intime, dashnia, lumëturia eme me gruta eme, po. Peshore, po. Peshoret kanë qef senet. Me imbajt në vetën edhe. Mos me i bo shirë shumë. Nuk vanojë shumë, erdi edhe djali. A është ma shumë se ti, as je arta në këtë rast? Në ftyr i ka go artës krejt, zotë shqyqyr, sepse arta, unë i thëjsh, a i shalat gojnë fëmija krejt ty për ka ona pomi, sepse i du shumë kështot, edhe sidomos qika me go ka arta, tranona krejt. Amo për ka sielje të ndo këtë këgja shumë më gjenë mu. Po është lunë, unë kom lujtë shumë me lodra dhe vetë, s'kom pas nevoj edhe adin për afinitetin e tjeve më marrë, sa nuk kom lujtë vetë. Kom pas action figures, kom lujtë vetë, jom knaqë. Lumi është këgja kështut që lunë vetë, e shijan lojen këgja shumë, edhe është i marë, fëmi për një me i marë, për prejki hunën, nuk bën shere shumë, është i ngushëm, është se di, din kur me bo zhurëm, din kur mo hali, din kur me ngu, se di për prejki hunën, për një me, sepse është shumë fëmi i marë. Edhe për një me, për që ata në shta dhe tut nga ka njerë mi ekspozu shumë, sepse është qatë fëmi i mirë, sa që thëmë mos pe prishja, adin mos pe, nuk e di. E kum kuptu konceptin e mashallahut, mashallah që thujnë, e kum kuptu mas i unë bo bob, për një me. Po, kështu që ka ndrojmë në ati, kur...
Ka ndru... Realisht e morën dorë për herë të parë. Çka i ke thonë vetës në ato raste, ose cili ka qenë ai zoni brenda teje, se është diçka që... është një ndjenje pa përshkrueshme, është ndjenja më e mira në botë, unë nuk besoj që mundet asnjë rol me ta pru këtë ndjenjë, asnjë arritje, ndjenjen më të mirë se sa ndjenja kur bosh bab, sidomos për herë të parë, kur e kum pas në dorë, kur e kum kap në dorë për herë të parë, u kon shumë i vogël, çikaç u kon, shumë i vogël u kon. Edhe shumë i brish, shumë thësha, s'dojsha me pru në shpi. Thësha, o bre, a bën bre me nejt, vishë edhe një javë në spital, bre, a bën bre, thësha, se çka me bo në këti fëmijës edhe gruja, që shkena me këqyrë këtë fëmijë i vogël, se dul me njëherë për një spitalit arta. Edhe e kom një ma shkurt një ndjenjë përgjithësisë, shumë madhëm ka bo burë që shto. Të më thonë, si e kom kape, kom kuptu, kom thonë që, okej, dej që tash ku ka ka një farloj trial mode, që thonë një farloj fazet testuese, prej këtuit nuk ka i kare ma. Të më thonë, e kom kuptu që unë nuk mujmë me bo që ka du une, për para e kom lonë një punë që ju më pagu bëm vaki shumë s'ma ka një, e kom lonë për një shfaqje. E kom pas, ju më konë menager me një call center, kom pas një rogë shumë mirë, si 18 vjeqar, 19 vjeqar, e kom lonë, veç për një shfaqje të beka, me shku me lujt pa pare, s'ma ka një. Tash është ndryshe, tash veç e menoj qikën djalin, që të sana. Po, pas një kohë erdhe edhe vajza. Po. Nuk është që është ekspozur, halesh në rrjetet sociale ende, se është hala fillimi. Është shumë e vogël, po. Po ndjesia, dallimi mes djalit edhe vajzët në atë aspektin ti si prind, me qenë se i ke shiju dy ma të bukrat që është dhurata ma e bukur që Zoti na jep në këtë jetë, jënë fëmijët edhe ne që bëhemi prind. Thojnë për babën është diçka tjetër kur e prek qikën. Kështu kom dëgju. Qika, edhe njëherë mu ka shtu apet në ndjenja përgjithsisht, ma shumë sepse njerëz ka njerë harrojnë sa shumë është dalimi sa i madh është mes një fëmijës edhe dy fëmijë mi pas një shtëpi. Kur është një fëmijë menaxhohet shumë ma lehtë, kur janë dy fëmijë është kogja ma shumë vëmendje, don kogja ma shumë përkushtim. Qika kuptohet, qika për babën që thojnë, kur qika... Unë fillimisht kum pas qef qik, tani lindi lumi djallë, tani mo dojsha vetëm vishnosh me konë, po qika që të sen, do me thonë një ndjenë të lumëturis, si djalli njejt, po vetë se qika pak ma e but, pak ma ashtu ma i kujdes shumë pak. Edhe të flasë si ka natyra, djalli u konë shumë rahat, dyqyshë ti, lejshë me një vend, këshur ke, okej, nuk bëj ke zhurum, e qika po është ndryshe shumë e gjallë, me njerë, si ta hek pidore, e ndjenë me njerë, jo, adhe në kanë, me njerë, me kape, vicës të kalëzën, kapëm, vicës të thotë. Vajza ka? Vajza ka gapë më nëna, së di e vogël, shumë, halo, shumë e vogël, ishala, më qenë se e gjallë, pak se ti më do këtë prapë. Po, ta kshyrim. Okej, kështu, kemi me vazhdu me fëmijë, ende, apo? Nuk e di, kjo, unë e gjithmonë kom thonë, prej fillimit, kjo çështje ma shumë i përket artës. Faleminderit Zotit, faleminderit artës që unë sot i kam 2 fëmijë, bashkë me artën. Po a kësha pas qef? Po vëlla, kësha pas qef. Për ka dëshira jeme, kësha pas qef. Unë kam qef me pas familje të madhe. Po gjithmonë kjo në varë prej artës. Sepse është trupi saj edhe arta për mon 9 muaj në bark, edhe arta për vendos tani edhe dhimt me lind. Vallaj, kogja punë e madhe, edhe për që të punë se di, nëse don arta, unë se jo, po, kam qef, miti du shumë edhe kam qef me pas fëmijë edhe ma shumë. Inshallah të më ka një gjatë, ljumëtër. Faleminderit, edhe përderi sa, kur janë kushtet për me vazhdu me bo fëmijë, pse mas me bo fëmijë? Se mes me konë kushtet o diçka tjetër, adin, jo mund me hekeq fëmija, sana, është pak dalim. Po përderi sa kushtet janë, kitë sanet janë, pse jo, për ka ona dëshirës teme po flasë. Ta një qështja, donë arta, munët, smunët. Ajo është qështje në veti. Ajo është qështje në veti. Okej, e tani është koha me të sfidu tek loja F-19 dhe tek një kosesha shpejtësia, se këtu ki pun pak me shpejtësi. Okej. Me të pasë sa për 5 sekonda, sa për nga këthem përgjigjet i kemi zakonisht me ka 3 kështu, dhe është ndër lojat favorite të F-19 shikuesve dhe mira klikimeve në rrjetet sociale. Okej. Kështu që
Në momentin që bëhet pyetja, fillojnë sekondat me zbrit. 5, 4, 3, 2, 1. Gjatë kësaj periudhe kohore, dush me kthy përgjigje. Okej. Dhe në moment që e kthen përgjigjen e prek, sepse aty në halën sekonda. Okej. 3 ushqimet e preferuara të artës. Leçenik, jahni edhe fli. Bravo. Okej. 3 fjalët kur je nervoz. Më falë, apo kupton, si kam kupton edhe ngom. Mirë. Okej, prita këtë fjalë tjera. Hajde. 3 aktorët ose aktoret më të mira për ty. Mads Mikkelsen, Christian Bale edhe Astrid Kaboshi. Astritin 0 e kena mësun, po okej. Me qenë se ke Astriti, po e konsiderojmë të dur. Me qenë se na këndove, 3 këngët që i këndon kur je duke bërë dush. Tush, aha, okej. A thuash malit pa dhimbje, vajta kalova edhe kjo që është natyrat fali. Pa broma tu la dhe tu e kënu thu ma mirë është pa dhimbje. A ti që po mdo këtë, ma mirë ti shkon pyetja, cilat janë 3 kongë që po të vinë men, qëtash? Okej. 3 veset apo 3 fjalët që i bëm para se të fillosh një shfaqje ose një xhirim të filmit. Më cool, a jena gati? Shkojmë. Bravo, shkojmë të 1 sekundë që. 3 aktorët ose aktoret që nuk të përshtatën dhe nuk doje të luaje sërish me ta. Ska. Falë. Alesh dhe Cili pita aktor është këtë i veçantë në përgjigje. mënyrën e vetë. Okej. 3 këngëtarët ose këngëtarët e tu të preferuar. Po më vjen men, s'tash dikush, nuk është fort që U kry. kam... Shkojmë tek pyetja tjetër. 3 gjërat që të bëjmë përshtypje nga një person që e ke përballë gjatë një bisede. Do më thënë çka... Okej. Okej, shkoj. Inteligjenca, shikimi në sy edhe mirësjellja. Këtë. 3 personat e parë që i thret kur do herë që ke nevojë për çfarë do lloj situate. Baba, Arta edhe shoku jam Arditi. Bravo, dhe pyetja e fundit. Tri pozitat e preferuara. 3 pozitat e preferuara. Aktor, regjisor edhe student. Regjia me pranu përgjigjen e fundit. Okej. Okej, me të marak realisht me t'i parashtru edhe një 3 pyetje, po e lënë Valmir se këshim pas qef me t'pas edhe ma shpesh në ftohtë të nxehtë, edhe për pas muhabetit shumë të mirë, energjisë pozitive, profesionalizmit nuk kemi çka flasim ne, po mbi gjitha është duke uruar që filmin në Francë e përmenëm, inshallah që herën tjetër flasim për na Franca për Hollywood, nuk prish punë, po kryesore akulli është thy edhe ma herët, po tash mënyrën gjuhë të hujt, kështu që duke uruar që të shohem prap në këto suksese, tash kalësh në anglisht pak e italisht. Nuk i kur, i rrjedh shumë po, për frangëzisht, nashta duna me mësu prej fillimit, po gjermanisht, anglisht, kam vetë besim. Se ki problem. Okej, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftohtë të nxehtë. Unë për një me po të thëmë kështu, Knaqa. Faleminderit shumë edhe prej te, Granit. U Knaqa dhe unë shumë, pytit kanë shumë të mira, energjia ke shumë e këndshme, edhe po, shihemi herën tjetër. Me shumë qef. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ejs. Sy
disa ditë e ma duket si një vit, si një vit. S'ka as tiri as porosi, as kush nuk e di se ku jetretur ti. Sy nuk ti kam pas që disa dit, e ma duket si një vit, si një vit. S'ka as tiri as porosi, as kush nuk e di se ku jetretur ti. Se i ke atë natë, se në zemrën tënde s'ke më shira s'pa. Në the se jam të po ti pse s'ma shkrive sa më kishe do. Se i ke atë natë, se në zemrën tënde s'ke më shira s'pa. Në the se jam të po ti pse s'ma shkrive sa më kishe do. As kush në jetë s'më ka braktis, ti këtë gjë duhet ta dish, duhet ta dish. Sot, ja ku të the me gojën plot, nëse zjen tani arroje që t'kam njoh. Kur as kush në jetë s'më ka braktis, ti këtë gjë duhet ta dish, duhet ta dish. Sot, ja ku të the me gojën plot, nëse zjen tani arroje që t'kam njoh. Se i ke atë natë, se në zemrën tënde s'ke më shira s'pa. Në the se jam dëbo, po ti pse s'ma shkrive sa më kishe ndo. Se i ke atë natë, se në zemrën tënde s'ke më shira s'pa. Në the se jam dëbo, po ti pse s'ma shkrive sa më kishe ndo. Pas këngës që dëgjuam pse i ke atë natë, është koha që të vazhdojmë rrjetën e emisionit Ftohtë e Nxehtë dhe do të vazhdojmë me një material që kemi përgatitur vetëm për miqtë të Radio Televizionit 21 dhe të Televizionit 21 në Maqedoninë e Veriut. Do ndajmë të flasim pak sa për plisat, me qenë se edhe mua personalisht më ka interesuar shumë se si bëhet një plis. E ne në vazhdim do të shohim bashkë nga afër dhe të flasim për materialin e veçantë që na lidh me traditat më të bukura të kulturës shqiptare. Një dhe ndër të vetmet pothuajse ndër gratë që vazhdon të punoj plisin e bardhë, jo vetëm në Prizren, nuk po flas për të gjithë Kosovën, e cila është pothuajse e vetmja grua e parë që bën plisin që nga traditat e para. Ajo është ergylja e cila na ka pritur në Prizren, e bashkë do të zbulojmë dhe do të flasim me të kuptojmë se si ka nisë krejt procedura, ka vazhduar tani e mbi 35 vite që miret me këtë pjesë duke marru plisa nga më të ndryshmit. E ne tani do të shohim nga afër dhe do të rikthehemi në Ftohtë e Nxehtë për të vazhduar rrjetën e emisionit tonë. I bardhë si bora, i lash sa vetë historia jonë. Plisi ka qenë dhe mbetet simboli krenarisë kombëtare. Plisi nuk është thjesht një veshje, por një dëshmi e identitetit shqiptar, e ruajtur prej mira vjetësh. Por si krijohet kjo vepër arti? Nga përzgjedhja e leshit, përpunimi dhe forma përfundimtare, procesi punimit të plisit mbart me vete histori, mjeshtri dhe tradita që trashëgohen brez pas brezi.
Ergyle Gjurgjialo është një emër i njohur në prodhimin e plisit dhe është një pasuese e denjtë e kësaj tradite që ka më shumë se 3 dekada. Dashuria e saj për këtë zanat është e pashuar dhe çdo ditë e kalon si të ishte dita e parë. Në punishtën e zonjës Ergyle nuk ka asgjë tjetër përveç plisave. Një koleksion i pasur dhe i larmishëm. Por, a ka ndjekur ndonjë kurs, apo si nisi dëshira për të realizuar e për të prodhuar plisa? Na tregon vetë zonja Ergyle Gjurgjialo. Tre dekada e gjysmë gati 4 po bëhen që punoj me plisin. Do me thënë zejen, tu pas burit që shpo punon tek po punon, interesant më do, që si thash dëshira vëndhejtje, ajo më shtyni, që ndoshta rrjedhje edhe prej një familje, që baba, gjyshi e mes tërgjysh ishin me plisa. Edhe ajo ndoshta më shtyni që ma tepër, edhe që mos të zhduket njëjtin kohë plisi. Se plisi para 3-4 dekadave të them, mirë ka qenë, mirë po tash gati në zhdukje është plisi. E për zonjën Ergyle është gjithçka më e lehtë, pasi që burri i saj është një plisaxhi i njohur. E gjithë familja punon në punishtën e tyre, duke ndarë detyra dhe përgjegjësi. Kjo zeje tek familja e burrit tëm, prej vitit 1912 është nis, do më thënë një shekull ka kalu, 112 apo 13 vite, aty pare, që miremi me plisin. Djemtë e mi janë gjenerata e 4 me punimin e plisit, dhe që janë edhe ato shumë fanatik për punën e plisit. Po mundohemi, edhe investime shumë kena bo për plisin, që të ndërtes që është pak kryme të them ashtu. Me vetë investime tona kena pa, vetëm hatri i plisit. Për të prodhuar një plis, materiali kryesor është leshi i delës. Megjithatë, zonja Ergyle përballet me vështirësi për të gjetur këtë material në Kosovë. Lënda e parë tek prodhimi i plisit është leshi i deleve. Për fat të keq jo në Kosovë, shumë pak jam të marrë, por na bin shumë të përlyta, kushtet nuk i kam këtu në punëtori për të pastruar ato. Jam të lutune që kur bin leshin, pastër në të mbin mu, pastër. Se prej 2-3 vendeve që po e marri, po e lajnë, po pastruin dhe po ma bin. A për ndryshe neve na vynë me tona si leshe. Me pak s'mundena me punu, se punojmë me seri. Plisi shkon me seri ma tepër. Ashtu që vjen prej vendeve të jashta, asi landa e parë leshi, që është merinoja, që ka një cilësi të mirë, dhe që del plisi si devas. Makineria që ajo përdor janë shumë të vjetra, mbi 100 vjeçare dhe shpesh punët bëhen me dorë. Maqinat janë për muze. Mirë po pa përkrahjen e askujt, na arritëm këtu deri sot ku jemi, si që po e shihni edhe ju vetë. Si të bëj maqinën tjetër, këtë maqinën 100 vjeçare do të qesim në gjam edhe si muze ko me lanë ato. Se një maqinë 100 vjeçare me qëndru, boll kena pas kujdesin do me thanë, shumë kemi pas kujdesin ndaj tij, që ende po punon.
ende po punon, që gjysë punën po e bën, jo që ta manë punën, edhe po i qetë shumë asi jashtë atë leshin, beturinat po mbesin për ti. 100% leshin sa po i qesim, aqë s'po mundena me marë. Do me thadë, gati 40% asi humbje ka, prej maqinës humbje kemi leshin. Ajo e mban ende plisin e parë që ka prodhuar dhe do të na tregoj si ta mbajmë e si ta mirëmbajmë një plis. Plisin e parë rruj në shtëpi, po i kam. Se, do me thënë, kur edhe buri më s'ka dhëna qasi që po mundesh me punu deri thëmë 5-6 vite, s'ka pranuar ashtu si them që po i ban shumë mirë plisin, a i vesh deshti më shty ma tepër, që sa ma mirë të punoj plisin, që del, kur marish në dorë që del plisi ma bukur. Se sa punohet plisi, aq ma tepër del. Mos zhduket. Se mjeshtra për plisa mos kam bet. Shumë pak janë të prodhu. Plisi sa ka pun, çdo zeje ka rëndësinë e vetë, veç me të vërtet plisi ka shumë pun, e ashtu që edhe dikush ne t'i merë. Po plisi, shikoni, plisi është një si seka, një simbol kryesor i kombit tonë, po. Sa preket me dorat që zhytet, do me thënë, nuk ngel ajo bardhësia e vetë, nuk mbet ajo bardhësia e vetë. Kanë qenë pleqë që kanë bajtur shumë për shembull plisin, ta shembull po i marri pleqët. Edhe pleqët po mbesin tash që kanë qenë gjithmonë me plisa, që me një kohë, pa plis, një burr me dalë, ka qenë mare. Plisin që përdoret plisi edhe ato i lajmë. Ashtu që edhe i pastrohet, zbardhohet, del. Normal që si plisi i ri nuk del, mirë po pastrimi bëhet. Mirë mbajtje duhet për plisin, po. E në për shtëpijat e veta, se ndes munden me pas, kanë kallopat pastaj për hekurosje për rasti, veç e hup formën pastaj plisi, mila në shpi. Në punishtën e zonjës Ergyle Gjurgjiajo, në Prizren, pam se plisi ruhet me përkushtim dhe dashuri. E ku plisi nuk është thjesht një tradit, por një histori që gdhendet me duar dhe përkushtim. Ky simbol i identitetit shqiptar vazhdon të ruhet e të përcillet, duke dëshmuar se vlerat tona nuk zbehen me kohën. Përkundrazi, ato bëhen edhe më të çmuara.
Më flisje për ëndra, po flisje për mua, o sa jam bekuar, se zjarri që ndize nga mali, e harrove djalin, e vullose fati. Më thuaj, a veç ëndra ka me t'ba, amanet zemrën me lanë, dhe nije me fal. Më thuaj, a veç ëndra ka me t'ba, amanet zemrën me lanë, dhe nije me fal. Më flisje për ëndra, po flisje për mua, o sa jam bekuar, se zjarri që ndize nga mali, e harrove djalin, e vullose fati. Më thuaj, a veç ëndra ka me t'ba, amanet zemrën me lanë, dhe nije me fal. Më thuaj, a veç ëndra ka me t'ba, amanet zemrën me lanë, dhe nije me fal. Miqtë e emisionit Ftohtë Nxehtë, jemi bashkë që 1 orë 30 minuta, duke sjellë tek ju materiale, intervista, muzike, gjitha ato që di vetëm emisioni Ftohtë Nxehtë të sjellë tek ju. Tani është koha që të falenderojmë të gjithë ju miq të emisionit Ftohtë Nxehtë që na shohin në rrjetet tona sociale në Ftohtë Nxehtë @RTV21 për dashninë e madhe që na dhuroni me klikimet, like dhe komentet e pafundme, kështu që unë ju them faleminderit shumë. Sigurisht do doja edhe një falenderim tjetër të bëj edhe për butikun Ketchup për kujdeset për veshjen time, duke vazhduar më pas edhe për Mates Hair Salon për Osin dhe stafin e mrekullueshëm që janë atje. E sigurisht edhe një falenderim dhe falenderimi kryesor është për stafin realizues të emisionit Ftohtë Nxehtë, që pa ta nuk do t'ja delim as edhe 1 sekond. Ndërsa, miq të emisionit Ftohtë Nxehtë, vazhdoni të shoqëroheni me Radio Televizionin 21 dhe me skemën programore që sjellim për ju. Ndërsa me Ftohtë Nxehtë do takohemi të dielën me fillim në orën 15.